Dashi, do jeni përgjithsisht me humor të mirë gjatë kësaj dite dhe gjithmonë gati të mbështesni dhe të ngrini moralin e personave që keni pranë. Nëse jeni në një lidhje, dialogu nuk do rreshkohet dhe do ndani çdo mendim me partnerin. Fjalët e ëmbla dhe gjestet e ngrohta do shtohen. Nëse jeni beqar, do keni shumë sukses në dashuri edhe pa u munduar gjallë. Ka mundësi që me personin që do afroheni të ndani përvoja jetët e njëjta. Në punë ka mundësi t'ju bëhet një propozim për një projekt jashtë shtetit. Mirë është që gjithçka ta diskutoni në një darkë jashtë. Për financat mos u shqetësoni sepse Venusi do u lehtësojë goxha gjëra. Dejmi. Sot kredoja juaj do jetë të përfitoni sa më shumë nga çdo moment për të folur hapur, e pse jo për t'ju dhënë zgjidhje problemeve. Neptuni do ndikojë negativisht në jetën tuaj në çift. Do keni goxha vështirësi, kështu që mundohuni të ruani qetësinë. Ju beqarët do fiksoheni shumë pas dikujt që nuk ka asnjë vlerë. Bëni kujdes sepse jeni ju që do vuani më tepër. Në punë mirë është të diskutoni një herë me shefat para se të ndërmerrni një hap, sepse nesër ata mund t'ju kritikojnë. Buxheti do kalojë për i peci. Do keni një dëshirë të shfrenuar për të shpenzuar pa kufi dhe nuk do ndaleni asnjë çast. Binjakët. Gjatë kësaj dite nuk do bëni përpjekjet e duhura për të kaluar të gjitha sfidat që do ju dalin. Në fakt, po nuk u munduat vetë mos prisni që të tjerët të luftojnë për ju. Ju të dashuruarve do ju mungojë realizmi gjithkohës. Do t'i kërkoni partnerit gjëra që ai nuk mund t'i arrijë dhe do mërziteni të dyja palët. Mos e teproni me kërkesat nëse nuk doni që ai të lodhet me ju. Ditë konfuze për ju beqarë. Herë do dëshironi të krijoni një lidhje dhe herë do stepeni. Qartësohuni një herë me veten. Në punë do kërkoni mendim të bashkëpunoni me një koleg që e mendoni të aftë, por planetet nuk do i keni në krah. Gjërat për ju do jenë goxha të vështira në këtë fushë. Financat nuk do jenë shumë të këqija, por duhet të ruani ekuilibrin. Gaforja. Sot do jemi edhe më kokëfor dhe nuk do doni që askush t'ju kundërshtojë. Nëse jeni në një lidhje, duhet të tregoheni shumë të duruarve të matur. Shumë shpejt do vinë edhe momentet që mezi po i prisni. Për ju beqarët mund të jetë edhe sot dita e shumë pritur. Shikoni me kujdes kudo që shkoni sepse mund ta gjeni atë që po kërkonin. Në punë idetë do i keni të mira, por duhet të ndiqni disa hallka për t'i realizuar. Duhet patjetër t'ua tregoni edhe e prorëve, sepse përndryshe ata nuk do ju japin të drejtën për të vazhduar. Në sektorin financiar do dini t'i organizoni shumë mirë gjërat dhe do vendosni stabilitet. Mos prisni të pasuroheni menjëherë. Luani. Gjatë gjithë kësaj dite do ju duket sikur vetëm ju keni të drejtë dhe mund të bëni gabime të njëpasnjëshme. Nëse keni një lidhje, xhelozia do arrijë kulmin. Kujdes sepse pasojat mund të jenë shumë negative dhe mund të sjellin probleme që as i kishit menduar. Ju beqarët, fal planetëve, nuk do e keni ambientin e duhur për të dashuruar. Bëni dhe pak durim dhe ruani optimizmin. Në punë do jeni vërtet të ndarkuar dhe do lodheni shumë. Shumicën e kohës stresi do ju shoqërojë. Neptuni do sjellë gabime dhe përshtyllin në planin financiar. Ky nuk është momenti i përshtatshëm për të bërë shpenzime të mëdha. Virgjëresha. Do jeni shumë të përgjegjshëm gjatë kësaj dite dhe të gjithë do ju marrin si shembull. Përgatituni për të dhënë edhe këshilla. Nëse keni një lidhje, do i thoni po stabilitetit në jetën tuaj. Edhe pse ju ka pëlqyer gjithmonë të jeni joshës dhe të shihni edhe të tjerë, duhet të ndryshoni sa nuk është ende vonë. Ju beqarët do keni frikë të krijoni një lidhje serioze dhe nuk do pranoni asnjë ftesë për takim. Në punë do përshtateni me çdo koleg që do ju kërkohet të bashkëpunoni dhe do dini si t'i zgjidhni edhe situata të sikletshme me të cilat do ju duhet të përballeni. Për të mos pasur probleme financiare, mos e hapni menjëherë portofolin dhe të shpenzoni, por tregohuni të matur. Dëshorja. Dëshira juaj e papërmbajtur për pavarësi, liri dhe hapësirë nuk do pritet shumë mirë. Bëni kujdes sepse po gabuat do keni pasoja. Edhe nëse keni një lidhje, do kërkoni më shumë liri. Veproni me delikatesë dhe pa vënë në rrezik lidhjen që keni krijuar sepse përndryshe nuk i duhet ku mund t'ju çojë rrjedha. Ju beqarët do keni një ditë të mbushur me risi dhe emocione pafund. Nuk do ketë dashuri me shikim të parë, por pëlqime do tek me shumicë. Në punë do jeni tej mase të motivuar dhe do provoni edhe gjëra që më parë nuk keni guxuar. Ritmi do jetë i shpejtë dhe do ndiheni më mirë. Financiarisht do përballeni me një ditë të vështirë. Gjithsesi Urani do ju ndihmojë ta kaloni me lehtësi gjithçka. Akrepi. Mundohuni të ruani sa më shumë gjaftësinë gjatë kësaj dite sepse mund të vendoseni edhe para sfidave të vështira.
Nëse keni një lidhje, yjet do ju bëjnë më autoritar ndaj partnerit. Gjithsesi, ai nuk do e marrë për keq këtë dhe do aprovojë të gjitha vendimet që do merrni ju. Mos përfitoni nga situata për të kthyer në një tiranë. Ju beqarët do e gjeni sot dikë interesant, por gjithsesi mendoni mirë para se të vendosni për një lidhje serioze. Në punë do bëni mirë të bashkëpunoni me kolegët dhe të ndani eksperiencat sepse keni për të arritur më lart. Bëni kujdes me financat, të cilat do vinë duke u paksuar. Merrni masat e duhura sa pa qenë vonë. Shigjetari. Saturni do ju jap idetë e duhura si të dilni nga problemet ku jeni futur. Do zgjidhni me të vërtetë shumë të lashe. Nëse keni një lidhje, dëshirat tuaja më të zjarrta edhe mund të realizohen duke parë pozicionin e mirë që ka Plutoni. Partneri do ju përkëdhel më tepër se kohët e fundit. Nëse jeni beqar, përpjekja që do bëni për të joshur dhe për të gjetur personin ideal do të jap më në fund fritet e veta. Në punë shumicën e kohës të vizitoni të hidhni hapa, edhe pse e dini se keni të drejtë dhe mund të realizoni çdo gjë si duhet. Me buxhetin gjërat nuk do ecin shumë mirë. Kjo do ju bëjë të tregoheni edhe më të matur me shpenzimin. Bricjalti. Edhe pse do mundoheni, nuk do jeni të kthjellët gjatë kësaj dite dhe do bëni gjëra për të cilat do pendoheni gjatë. Shumë herë fjalët tuaja do jenë të pabaza. Neptuni do jetë i pozicionuar keq në jetën sentimentale për ju të dashuruarit. Nuk pritet të ndodhë ndonjë gjë skandaloze, megjithatë kujdes me çdo veprim që do bëni. Ju beqarët nuk duhet të mendoni të krijoni një lidhje me të parin që do ju dalë përpara, sepse kjo nuk do jetë zgjidhja e duhur. Në punë tregoheni vigjilent dhe profesionist. Brini syt katër dhe mos lejoni asnjë person t'ju ndërpresë rrugën. Ka ardhur koha të merreni seriozisht me sektorin e financave. Mos lejoni që situata të përkeqësohet. Ujori. Intuita juaj do jetë e fortë gjatë kësaj dite dhe nuk do ju lejojë të gaboni. Do e shihni nga larg të ardhmen. Merkuri do jetë planeti që do influencojë më shumë në sektorin e dashurisë për ju që keni një lidhje. Bashkëpunimi do përforcohet dhe komunikimi do jetë akoma më i mirë. Ju beqarët, edhe pse do jeni të papërgatitur, do keni një takim impresionues dhe drithërues. Në punë është mirë të rregulloni sa më parë çdo problem, sado i vogël, që të keni gjithçka në vijë. Po të jeni të organizuar, gjithçka do ju ecë si duhet. Ekuilibri buxhetor do jetë i qëndrueshëm. Ruajeni sa të mundni këtë situatë dhe shpenzoni me maturi. Peshi. Sado që të mundoheni ta ndryshoni jetën tuaj sot, asgjë nuk do ju ecë si duhet. Nuk do kaloni momente të animuara dhe mërzitja do mbizotërojë shumicën e kohës. Për ju të dashuruarit do ketë mungesë komunikimi, tension dhe konflikte. Dita nuk do jetë as pak e mirë, kështu që bëni kujdes maksimal. Do jetë akoma më mirë të qëndronit pak larg njëri tjetrit dhe të reflektonit me kujdes. Nëse jeni beqar nuk do keni takimet që keni pritur, por kjo nuk do të thotë që të bini në dëshpërim. Në punë duhet të përgatiteni për kundërshtime të shumta, por nuk duhet të humbisni logjikën. Në planin financiar vazhdoni të tregoheni të matur me shpenzimet,